A e mbani veten në politikë si konservator, si i djathtë, apo çfarë profili politik mbani? Në bazë të rregullimit shtetëror, në bazë domethënë të politikës ekzistuese, ajo që ka përshtatet me bindjet tona, me vlerat tona është e djathta konservatore. Për arsye se në esencë e djathta ka në qendër Zotin, Zoti krijues i njeriut, pastaj njeriu krijon familjen që jeton në bazë të këtyre vlera, pra familja, prona, shteti i fuqishëm, dhe mi rujt pikërisht këto vlerat konservatore tona të cilat janë të dobishme që na kanë sjell, na kanë rujt ekzistencën tonë si kamp. A kupton? Po, e qartë është. Këto janë, për arsye se këto agjendat e majta. Këto agjendat e majta që liberale që nuk e kanë Zotin qendër, po e kanë njerin edhe epshet e njerit. Do më thonë, shë njeriu se dëshiron për shembull ta liroj veten në aspektin seksual, do më thonë, pa ndalesa, pa kufizime. LGBT plus, që shtohet ka një shkronjë. Çdo ditë një shkronjë, saqë edhe shoqëritë e mëdha perëndimore janë lodhur. Edhe të ne janë këto të imponume, nuk janë diçka që burojnë prej natyrës tonë, prej kërkesave tona, se nëse buron diçka prej kërkesave tona, e shqyrton, mirësh me to, munosh me gjetë një zgjedhje, por janë diçka të imponuara me zor që ne nuk kemi kur fare interesi. Madje është nëse shpërndahen do më thonë këto agenda, atëherë do të ndikon në uljen e natalitetit dhe në zhbërjen e shtetit, se në qoftë se nuk ka shtim të popullsisë, nuk ka njerëz, atëherë ja për dikujt tjetër.